Atëherë si e kujtoni 12 qershorin e vitit 1999, ditën e çlirimit që sot u shënua për vjetorin 26. Për ne, pjesën që kemi qenë vijën e frontit, pjesën e Kosharës, unë me 14 qershor kam dëshmorin e fundit. Arsim Recipit. Se dhe thot, me 12 na kemi qenë vijat frontit, edhe kanë qenë ato për pelitjet e fundit të Serbisë, vënd se i voshite që pas marrëveshjes vazhdojnë luftimet, por na kishim gjithmonë një slogan në komunikim, respekto marrëveshjen, pastaj një pauzë 3 sekondëshe, edhe gjetëm një shprehje që edhe në anglisht në çdo gjë mund të përkthej në forma të ndryshme, trosje. Edhe luftimet kanë vazhduar, domethënë dikon duket pas këtij që vritet dëshmohet që bjen Arsim Recipit në 2014 me 24, me 12 ditë e çlirimit me 14 do të thotë. 14. Po, ai dikum duket mes 15 apo 16 pastaj plagosur i fundit. Që do të kanë vazhduar luftimet edhe pas. Po, edhe tash Serbia ishte në atë fazën kur pas marrëveshjes, domethënë pas nënshkrimit të marrëveshjes me non, me 10 me thrasin me dhënë një intervistë te komanda Treshi që quhej atë, kodi i komandës operacionit, dhe Serbia provon me gjithë arsenalin ta shprasë, në atë kuptimin gjunë, pa protokoll, pa. Edhe godet në objekt do të plagosëm me 10, Aziz Tola ka qenë për krami ato vritet komplet, edhe plagoset Alma Shkupi gjatë tërheqjes teme, se plagosja e parë që më hop vedjel edhe më tërheq, e në tërheqja si për bjen prap preda se shofi qërë bingo, edhe plagosjet Alma, ka qenë Alma Shkupi e Gjakov, se vogël Alex e shedhëshe, ka qenë ekspert e minave, po plagoset ndorë dhe nuk më shënë deri sa më zjerë nga jashtë zonës e granatimit, që po du me thonë 10, 11, 12, 14, pastaj 16, janë ditë luftimesh, po janë luftimet ma, si me thonë, luftimet që s'kishin ma kontrol, forcat serbe gjujshin me krejt arsenalin që ka kishin, si duket dëshin me shpenzuar arsenalin mësë mi bajt për Serbi, ose mësë me elan ma kec, edhe kanë përdor qitje masive, kam mujtë me pas edhe pasuar, kemi pas faktikisht. Po, 12 që shojmë ka gjithë. Por jo si e përjetuar, ju vërse pa të marrë informacionin se kanë një trupat të natës? Po, madhështoria kësaj ka qenë se, shëfe, ishte një sakrificë e madhe, ishte një sfide madhe. Me të vërtet, ne në Kosharë dominojmë në vijën e frontit në raport me forcat serbe. Kjo ka qenë e veçanta asaj lufte. Por me gjithate, populli, qytetarët, ishte ajo spastrimi masiv, 4 dhe me 6 prill, nuk e di, nuk shifnim në rarë Dugagjinit, vetëm në i kafsh aty këtu, shumë pak, dhe revizit e serve. E kështu që, po, ishte një sinjal i madh se liria ishte në port, se kosë Serbia kapituloj, edhe ishte çështje, domethënë, periull sa mund të riqeve. Domethënë, tani mendoj se ata që duaj më shumë të mendonin në këtë situatë, ishin politikanët, se si ta kanalizojnë lirin, si ta ndërtojnë vlerat e lirisë, se mund është edhe me hub në tavolinë bisedimeve. Ishte shpresa popullit se do të kthejë në mënyrë masive dhe ai kthimi i popullit Kosovës ka qenë befasues edhe për krejt prezencën ndërkombëtare në Kosovë, një kthim i tillë masiv, pa pritas me deminua borët, pa u deminua rrugët e tjera, të ka të qenë tregues edhe dashurisë, edhe presionit madh në cilin kanë jetuar qytetarët, pa marrë parasysh që në Shqipëria apo ku që kanë qenë. Edhe kuptohet për gjithë neve që në robëri, domethënë puna jonë është lufta me s'liru vendin, në paqe tani po fillon të një punë e re, apo një luftë e re, puna për me ndërtu vlerat e lirisë, segmentin që mbolonim ne që shtarak, se jo gjithë lirohen nga uniforma, lirohen ata që kanë qenë vullnetar, kanë marrë armën, kanë luftu për atë dhe kryen misionin një veshët profesionit vetë. Po një kategori kemi qenë profesional në fushë dhe është dashur me vazhdu procesin se Kosovë nuk e përbojnë vetë segmentet e shëndetësia, arsimi, infrastrukturën thetash, por edhe pjesa e mbrojtjes dhe sigurisë është një segment që e mbyllat mozaikun që quhet shtet dhe ne marrim përsipër pastaj procesin e transformimit të UÇK-s, shurjes së misionit, demobilizimit të saj dhe formimit të trupa mbrojtëse të Kosovës si të cilat kishin mision me mbështet institucionet në asanimin e pasojave të luftës, rrenojave ato çfarë ishin, për të ardhur deri te faza kur është transformimi dhe krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Pra ishte një proces pastaj sfidë e lirisë, sfidë e këndshme, që ata që kanë profesion e kanë bërë
di edhe me knasi, ata që se kanë pasur profesione kanë bërë me knasi dhe kanë mësu, dhe ja ku jemi. Ndesni pak edhe tek periudha e luftës, po çfarë roli pati betejë koshorës në rrugën drejt çlirimit të Kosovës që vazhdon të përmendet si një prej betejave më të mëdha që është zhvilluar? Shqipe, periudha e parë e luftimit, po du me sqaru rrugën për më dhënë peshën, pse ka peshë lufta frontale dhe filluar nga kufini. Periudha e parë është dashur të jetë tipit gueril, sepse na s'kem pas në shtab përgjithshëm, në ministrie, në shtete ku vende ku ta diun që merr vendim për me një luftë. Pra, UÇK ka lindur nga populli dhe nga represioni i regjimit Miloševićit, si një domosdoshmëri, edhe si një nevojë për të luftuar. Dhe faza parë ishte ajo forma guerile, doktrinë luftimi guerile, e cila ishte domosdoshme e imponuar të jetë e tillë, sepse nuk kishte informacione ushtarake dhe organizimi i luftës ka shku mbi baza familjare, shoqërore, besimit, se ka qenë vështirë më organizu në okupim. Ndryshe është kur planifikon me sumudikan, ndryshe kur je i okupuar dhe duhet me edhe plus nuk je i okupuar për një vit ose dy, po ishin gati 100 vite. Që do thotë Serbia është instaluar në gjitha porët e jetës dhe është shumë vështirë me organizu. Besimi është dashur, ka qenë një kategori shumë e ndjeshme në këtë situatë. Kështu që po, guerilla pati efektin e saj në krijimin e panikës tek forcat serbe. Pra aksionin ndaj forcave serbe. Po, se jemi kudo. Mirë po, nuk e ka anën e dobët pastaj, nuk mundesh me mbrojt territor, nuk mundesh me mbrojt popullsinë civile tjera. Dhe shtatori ishte ajo ofenziva madhe ku Miloševićit e të shuam UÇK-n. Dhe na ishim ullë në komandë me Agim Ramadanin e me Rustem Berishën. Milošević del në ekran dhe thotë, s'ka me UÇK. Edhe e ngritë dorë thotë, ka UÇK, edhe me 30 shtatore bojmë aksionin Phoenix, mi të regu si ka UÇK. Edhe një aksion të jetë sukseshëm, ka shpëtu vetëm një që është hedhë makina, ta që këm pa një ditë në këta priqës sa Kosharja dhe rrafimin nga Kosharja, të regoj se si është hedhë nga makina dhe si ka shku një ushtarë të UÇK-s, si pas ti, edhe ka shiku legë se ka shiku ato të kom të këm pas. Faktikisht kom qenë unë vetë. Pra që ka dhënë rrafimin tash ka qenë aty vetëmi që ka shpëtuar prej ati aksion. Do të thëtë, unë e parë që u hedhë, se ushtarë gjujnë, ushtarët e kanë atë princip me eliminu objektiva, kurse komandanti duhet me shiku edhe fushën tjetër, edhe armikun e levizit e u koordinu. Edhe unë e parë që u hedhë nga kabina e kamionit, edhe tash kisha frikë se po gjunë në ushtarët që u dhanë mas plaçkës e gjërave tjera që si që banë luft, edhe kam vrapu mas ti. Mirë po, është e vërtet, se unë e kom mendu që a i ka vrapu dhe kom shiku në distancë. Po a i tash që shpo rëfen, pas ka qenë nalë me një herë, aty veç ka ra në pozicion, edhe unë ju kom afru të kuka. Edhe tash po rëfen, po thëtë e kisha armën gati, mu isha me e vra. Po më kishin vra tjerë. Për me të vra tjerë? Po, tha vendosa në qofë se më shef, po e vrasë. Si nuk e më shef këthet, s'po e vrasë edhe pështaj. Edhe mirë që se më ka vrasë. Pra pas ke shpëtu që se ke shikuar. Po du me thonë, ka qenë ajo forma, tani ishte ajo faza kur Milošević mendonte se e shoh guerilin në UÇK-s, e na i treguam se nuk u shua ajo, e sulmum aty ku se ka prit hiç, edhe vazhduam riorganizimin e forcave, mbledhjen e gjitha këtyre grupacioneve dhe organizimin e formacioneve ushtarake dhe vim te faza kur ndryshon doktrina e luftimit edhe fillon lufta frontale. Lufta qërimtare filloi në kufi dhe përfundoi në anën tjetër me lirin. Fronti i Kosharës, betejë e Kosharës i ka paraprit një përgatitje e gjatë, profesionale, në gjitha taktikat e luftimit, gjitha armatimet që ke mujt me posedu, a kem posedu, armatimet deri tek forcat kundërore, dhe më thonë mitralez të rando dhe 4 gërkshët, topat, dhe më thonë, krejta artilleria let e kam sëris, por edhe artilleria rand që është njësive për mbështetje me zjarë që është mbi domenin e brigades, si njësi autonome, dhe njësi të tankisë të dizdorit me komandantin atë ku kapiteni Idris Kuca dhe disa oficer të artillerisë e tjerë që jenë bashkangjit dhe ne kemi kriju një sistem zjarri me cilin e kemi sfidu Serbinë edhe pse jemi konë shumë simbolikisht numër, plasim për 100 ushtarë, për balë ka ardhur korpusi i Prishtines, pra divizioni që në bazë të hartave krejt që ju kena nëzonë gjatë luftimeve, eliminimi të objektive dhe kanë betë ato dokumente, kanë qenë për balë në 70.000 trupa. Kanë qenë me 5 generala, e kur janë 5 generala në kryt një forcë, logaritë sa në kolonele, kurse tek ne ka mujtë me qenë me ato gradat e ish Jugoslavis, grada ma lartë kapiten dikon. Edhe ato një numër simbolik oficersh. Gjithë kanë qenë luftarë që kemi përgatit vetë, me komandu me njësit vogla, me armë, edhe e kanë bajt datë vi fronti, edhe e kanë bosh Serbinë me gjithat gradacion të madhë ushtarak që kuta diune, e kanë bosh në Koshare. Sepse në fund,
fituesi është ai që mbetet në fushë betejë dhe dominon fushë betejën, kurse humbësi është ai që ik nga fushë Por kjo betejë. vetëm koshar, kjo është referencë. Në nivel të Kosovës, tash pe zgjeroj, se unë nisa në Kosovë.